Zoti Dehari po refuzon të veproj në përputhje me Kushtetutën, me aktgjykimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorën e kuvendit, dhe po i nënshtrohet vullnetit politik të partisë së tij. Dhe kjo nuk është shkelja e parë. Fillimisht kuvendi nuk u konstitua brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Më pas u shpërfill detyrimi procedural për vazhdimin e seancës konstituive çdo 48 orë. Dhe tani pas kërkesës sonë, siç e pam, u refuzua ftesa për thirrje të seancës. Nuk kemi të bëjmë me një incident procedural. Kemi një model të sjelljes politike. Kushtetuta zbatohet vetëm kur i përshtatet një partie. Kjo është e papranueshme. Kur vullneti i një partie politike vendoset mbi Kushtetutën, mbi rregullat dhe mbi institucionet, atëherë kemi suspendim praktik të rendit kushtetues dhe të demokracisë. Ne nuk po kërkojmë pushtet, nuk po kërkojmë marrëveshje për PD-k-n, po kërkojmë funksionalizimin e shtetit. Unë dua t'ju njoftoj që ne sërish do të bëjmë kërkesë për seancë pas 48 orësh. Dhe aktiviteti ynë nuk do të kufizohet më vetëm brenda këtij institucioni. Ai do të zhvendoset edhe jashtë kuvendit në forma më të gjëra të mobilizimit politik, demokratik dhe qytetar. Kuvendi është efektivisht i mbyllur. Deputetëve po u pamundsohet ushtrimi i mandatit të tyre. Këto mandate nuk na i ka dhënë Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Mandatet na i ka dhënë qytetari i Republikës së Kosovës me 7 qershor. Kur po flas jashtë mureve të kuvendit, po flas edhe për bashkëbisedime me qytetar, bashkëbisedime me përfaqësues të shtresave të ndryshme të shoqërisë, me student, me mjek, me fermer, me biznismen, me ndërmarrës, sepse ky kaos politik dhe kjo anarki kushtetuese e prek secilin. Po e ripërsëris, nuk bëhet fjalë këtu për dhënje betimi e zgjedhje kryetari kuvendi e nënkryetarish. Shteti është i bllokuar dhe këtë ne nuk do ta lejojmë dhe ju do ta shihni edhe ditëve në vijim që PDK do të jetë aktive çdo ditë. Ne do të jemi çdo ditë në kuvend, ndërkohë që kërkesën zyrtare do t'ja dorëzojmë zotit Dehari sërish. Nesër do t'jemi në kuvend në pritje dhe do t'ketë edhe aktivitete tjera.